Si të shtojmë një artikull të thjesht në programin Resobar. Në fillim logohemi në posadmin. Vendosim kodin e përdorësit admin, fjalkalimin e tij dhe më pas butonin hyrje. Në menu zgjedhim artikujt, lista e artikujve. Zgjedhim butonin shto dhe plotësojmë të dhënat e artikullit të ri. Vendosim emërtimin e artikullit të ri. Zgjedhim kategorinë për këtë artikull. Në rast se duhet të shtojmë një kategori të re. Zgjedhim furnitorin për këtë artikull. Në rast se duhet të shtojmë një furnitor të ri, mund të vendosim kodin e artikullit, skortën, renditjen, çmimin e shitjes, koston e blerjes. Në rast se ky artikull është me TVSH ose jo, njësinë matëse. Në rast se duhet të shtojmë një njësi të re, zgjedhim në menu dhe aktiv. Më pas japim ruaj dhe OK.